Ja ju alladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhann. O ju që keni besuar, rrini largoni dyshimeve të shumta, sepse dyshimet janë një gjuna i madh. A doni ju që të hani mishin e vëllaut tuaj të vdekur? Fekerihtumu, ju e urreni një gjë të tillë. Vetëm kur e mendon, imagjino çfarë krahasimi ka bërë Allahu xhaleshanu që ti të ndjesh i neveritur vetëm kur e dëgjon, e jo më ta sjellësh në praktik, të hash mishin e një njeriu të vdekur. Kjo është diçka e përshtirë, është diçka që të jep neveri. Ndërkohë Allahu e ka quajtur ngritjen e jetës në bazë të hamendësimeve. Mendoj unë se ai kishte këtë për qëllim, prandaj u soll kështu. Ma bëri kështu sepse ai ka këtë pse e ngrin jetën tënde në bazë të hamendësimeve. Dhe ky ajet kërkon pikërisht të qartësohen gjërat në jetën tënde. Asnjëherë mos ec me hamendësime. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një shembull të bukur në këtë grack që mund të bijë gjithë secili prej nesh. Përderisa ishte rrezik që mund të binin sahabët, që profeti e pa të arsyeshme ta shpjegonte, kush jemi ne që nuk mund të bim në këtë grack. Ishte errësirë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po bisedonte me bashkëshorten e tij. Ndërkohë, dy sahabë kalojnë dhe e shohin profetin alayhis salam që po fliste me një grua sepse ajo kishte nikabin, ishte mbuluar, edhe fytyrën e kishte të mbuluar. Dhe kur e shohin profetin alayhis salam, ulin kokat dhe largohen. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thirri, afroni thot këtu. Edhe i tregon që kjo është bashkëshortja ime. Ato than, astaghfirullah, o i dërguar i Zotit, nuk është nevoja që ti të na qartësosh diçka të tillë, sepse si mundet ne të mendojmë keq për të dërguarin e Zotit. Tha profeti alayhis salam, ndoshta ju nuk mendoni keq, po shejtani shëtit në trupin e njeriut, qarkullon në trupin e njeriut, njëjtë siç qarkullon gjaku në damaret e tij. Që do të thotë, ju mund të ikni, po kush do t'i kontrolloj mendimet? Shejtani të jep mendimin e keq, të jep vezvesen. Imagjino të mendosh keq për të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast, por në të njëjtën mënyrë është një mësim i madh për ne, që i larg hamendësimeve mos e ngri gjykimin mbi tjetrin në bazë të hamendësimeve, apo në bazë të diçkaje që ti nuk e ke të qartë. Po shko dhe qartësohu, nëse është nevoja dhe të intereson ty në marrëdhënie jetës tënde. Nëse jo, askënd mos gjyko, përsëri ktheje nga vetja jote gishtin dhe qortoje atë që të jesh dhe të përmirësohesh më mirë në